Vetëm një ditë na ndan nga finalja e madhe e spektaklit më të ndjekur në vend, Big Brother VIP Kosova, i cili këtë të premte, më 27 shkurt, do të ulë si parin e një aventure mbi 100 ditore që ka mbajtur publikun të gozhduar para ekranit. Edicioni i 4 ka qenë ndër më të komentuarit deri më tani, duke prodhuar histori, dinamika të forta dhe momente që do të mbeten gjatë në kujtesën e ndjekësve. Pas një rrugëtimi të gjatë, plot sfida, debate të ashpra, lot, përqafime, aleanca të papritura dhe prishje miqësish, 5 finalistë kanë arritur të sigurojnë një vend në natën më të rëndësishme të këtij formati. Në garë për çmimin e madh prej 200.000 eurosh janë Eliona Binakaj, Klodian Mihaj, Londrim Mekaj, Ludo Le dhe Hygerta Sako. Secili prej tyre ka ndërtuar një identitet të qartë brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Ka pasur lojtarë që janë spikatur për strategjinë e tyre të menduar në detaj, duke lëvizur me kujdes në çdo nominim dhe përballje. Të tjerë kanë fituar zemrat e publikut përmes sinqeritetit, qetësisë dhe qëndrueshmërisë emocionale në situata presioni. Ndërkohë, nuk kanë munguar as ata që kanë sjellë energji të fortë, debate të zjarrta dhe spektakël të vazhdueshëm, duke e kthyer çdo praim në një arenë emocionesh. Publiku ka qenë protagonisti i padukshëm i këtij sezoni. Përmes votës, ai ka vendosur fatin e banorëve, duke i shpëtuar në momentet më kritike, duke i çuar në nominim apo edhe duke rikthyer disa prej tyre në garë. Tashmë, kur loja ka mbetur mes vetëm 5 emrave, çdo vot merr peshë vendimtare. Finalja pritet të jetë një përballje e fortë mes stileve të ndryshme të lojës dhe karaktereve që kanë dominuar këtë edicion. Njëri prej finalistëve do të kurorëzohet si fituesi i edicionit të 4, duke rrëmbyer çmimin e madh dhe duke hyrë në historinë e këtij formati si triumfuesi i radhës. Por përtej çmimit monetar, fitoria do të përfaqësojë mbështetjen dhe besimin e publikut pas një rruge të gjatë sakrificash dhe përballjesh. Big VIP Albania Kosova dëshiron të di mendimin tuaj. Kush mendoni se e meriton ta fitoj Big Brother VIP Kosova 4? A duhet të triumfoj loja më e fortë strategjike, qëndrueshmëria emocionale, sinqeriteti i pastër apo spektakli që ka mbajtur publikun të mbërthyer? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe bëhuni pjesë e diskutimit në prag të finales së madhe. Fituesi do të shpallet të premten mbrëma, ndërsa emocionet pritet të arrijnë kulmin deri në sekondat e fundit të spektaklit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.